Shpëzëruar mirë se erdhët në Përballë Podcast në telegrafi.com. Po nisim një seri të re të Përballë Podcast prej 8 epizodash kushtuar integritetit medial, luftës kundër dezinformimit dhe sfidave që mediat përballen gjatë zgjedhjeve lokale dhe nacionale. Në këto seri të episodave të reja do të flasim me përfaqësues të KPM-s, KMSHK-s, Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës dhe gjithashtu me përfaqësues nga shoqëria civile dhe universitetet publike private që merren me mediat në Kosovë për të diskutuar se çfarë duhet të bëjmë gjatë kësaj periudhe, cilat janë roli dhe përgjegjësia dhe medjave, por edhe institucioneve. Sot për të diskutuar kam kënaqësinë zotin Besnik Berisha nga KPM-ja, Komisioni i Pavarur për Media, i cili është njëkohësisht edhe kryetar. Zoti Berisha, mirë se po takohemi. Faleminderit. Mirë se u gjem, faleminderit për ftesën. Më vjen shumë mirë që ju përgjigjet ftesës edhe me nis këtë seri të podcast në këtë periudhë që ka të bëj pasi që ne zyrtarisht kemi filluar fushatën zgjedhore dhe natyrisht fushata do të jetë pak më gjatë, gati 1 muaj, ajo kishte edhe një parafushatë. Po sido që të jetë roli i KPM-s është jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë periudhë, jo vetëm në zbatim, monitorim dhe në proces që kanë të bëjnë me radio dhe televizionet, po si institucion nacional në nivel të Kosovës. Atëherë, në fushatë zgjedhore, ka diçka specifike, zoti Berisha, që mundesh me ndo me neve, sa i përket rolit të mediave dhe detyrave që ata kanë gjatë zgjedhjeve? Po, faleminderit shumë. Do të thonë vetë situata është specifike kur flitet për fushatën zgjedhore. Është një proces shumë i rëndësishëm demokratik. Dhe demokracia nuk mund të mendohet pa zgjedhje të lira dhe zgjedhje me integritet. Në këtë kuadër, roli i mediave është i veçantë gjithherë, edhe pothuajse mund të themi se edhe procesi ose integriteti i vetë zgjedhjeve mund të kontestohet nëse nuk kemi integritet të mediave. Prandaj roli i Komisionit të Pavarur të Mediave është ai i cili është i definuar me kushtetutë dhe me ligjet të KPM-s, licenson media dhe i monitoron ato. Në rastin e zgjedhjeve kemi kushte goxha më specifike për media, respektivisht kemi disa obligime dhe detyra konkrete të cilat mediat, të cilat janë nën jurisdiksionin e Komisionit Pavarur për Media, janë të obliguara që ti zbatojnë. Konkretisht, në ligjin për zgjedhjet është një krej veçantë atje i cili flet për obligimet e mediave në gjatë fushatave zgjedhore. Edhe këto janë obligative po ashtu edhe për Komisionin e Pavarur për Media, i cili në vitin e kaluar ka aprovuar edhe një rregullore e cila rregullon mënyrën se si duhet të mbulohet fushata zgjedhore. Nëse muj me ndo, nëse muj për specifikisht, po duhem një ndërprim fillim këtë aspektin general, po cilat janë risit ose çka janë fushat kryesore që mediat, që janë nën jurisdiksion e KPM-s, pra televizionet dhe radiot, duhet ta kenë kujdes, sepse ideja është që përmes këtij podcasti edhe të informojmë gjithashtu. Patjetër, do të thonë është e ndarë koha me pagesë dhe koha pa pagesë, pra mediat e kanë obligim, në parim e kanë pas obligim edhe më herët që të raportojnë në mënyrë të paanshme, po tashmë në mënyrë më specifike dhe në mënyrë edhe të kuantifikuar nga aspekti kohor, mund të themi, i kanë të obliguar që të dërgojnë në Komisionin e Pavarur për Media ditarët, të cilët janë ose paraqesin kohë të ndara për mediat e licencuara që duhet ose janë të obliguara të ofrojnë parti ose subjekteve të licencuara politike kohët e barabarta pa pagesë. Ky obligim së pari duhet të themi se një javë para se të fillojë fushata, mediat e licencuara janë të cilat deklarohen se do ta mbulojnë fushatën zgjedhore, pra jo të gjitha mediat janë të obliguara ta mbulojnë, por nëse ato vendosin ta mbulojnë fushatën zgjedhore, atëherë kanë obligime shumë specifike, duke filluar nga dërgimi një orari me kohë të barabarta të ndara për secilin subjekt të certifikuar politik. Këto kohë janë të definuara me ligjin për zgjedhjet, janë po ashtu janë marrë siç kanë qenë atje në ligj, janë të vendosura edhe në rregulloren për KPM-n dhe çdo të hënë, domethënë të secilës javë
këto media të cilat kanë deklaruar se do ta mbulojnë fushatën zgjedhore, janë të obliguara që të dërgojnë këto ditar duke treguar sakt se sa janë mbuluar hapësirat pa pagesë dhe me pagesë nga subjektet e licencuara politike. Obligim tjetër mund të përmendi çmimet do t'i bëjnë transparente, dhe ky obligim është ai i cili është i definuar edhe në ligjin për zgjedhjet, pra nuk kanë të drejtë të vendosin çmime më të larta se çmimi më i ulët që kanë vendosur në 6 mujorën e fundit për kohën e njëjtë. Pra, janë disa rregulla specifike që natyrshëm i obligon edhe mediat ato që janë në jurisdiksion e KPM-s. Nëse e marrim edhe kthimi në retrospektiv, ne kemi shumë zgjedhje në fillim të këtij viti. A ka diçka tre prej asaj që ka tash e nuk kanë qenë për shembull në zgjedhjet nacionale të shkurtit? Jo, në parim është e njëjta rregullore, të njëjtat parime, të njëjtat rregulla. Tash është rasti, domethënë, për zgjedhje lokale. Në përgjithësi janë të njëjtat. Për shembull, nuk e përmenda edhe sondazhet. Nëse mundesh me specifiku çka ndalohet dhe çka lejohet me sondazhet, sepse ju dini, viteve të fundit ka pas shumë sondazhe që janë organizuar edhe online, edhe nëpërmjet votimeve në kohë reale, në grupe në Viber, në WhatsApp, ku ta dijon, në mënyra të ndryshme, edhe janë para prezantuar edhe në televizion. Sot këto janë të ndaluara. Domethënë sondazhet online janë të ndaluara në përgjithësi, nga se është vendosur kriteri që sondazhet duhet të jenë të plotësojnë disa kushte të besueshmërisë. Domethënë duhet të kenë një standard caktuar i cili garanton një farë mënyre që ai sondazh është i besueshëm, dhe këto sondazhe të cilat e kalojnë pragun e kredibilitetit, ta quajmë, lejohen deri 24 orë para mbylljes së vendvotimeve. Pra, nëse mediat japin sondazhe, janë të obliguara të tregojnë kush i ka porositur ato, cila është mostra, cila është metodologjia e përdorur, cila është marzha e gabimit e kështu me radhë. Pra, qëllimi është që të kemi sondazhe të themi pak a shumë brenda një standardi të caktuar, të pranueshëm. E kalojnë atë pragun e asaj që e quajmë ne e pranuar. Natyrisht gjatë kësaj periudhe KPM, le të themi, alarmohet pak më shumë, përveç zakonshëm që e bën punën, është monitorimi, po besoj është më i shtuar, është në nivel pak më të shtuar, që ka të bëjë me atë përveç monitorimit, pastaj është edhe pjesa tjetër që kisha dashur me diskutute të sanksionet, që janë kuadër të ligjit të KPM-s. Po kur po them të monitorimi, a ka specifike që ju shtoni në departamentet apo ato ekzistuese që i keni? Domethënë, ne e konsiderojmë rastin e fushatës së zgjedhjeve, marrim masa specifike. E kemi edhe me rregullore që i kemi vënë obligim vetvetes, ta quajmë ashtu, që të angazhojmë resurset nga të gjitha departamentet në mënyrë më të organizuar në këtë rast, përveç departamentit të monitorimit, i cili funksionon në mënyrë standarde. Domethënë kemi ekipe të cilat punojnë edhe në vikend, jo vetëm ditëve të zakonshme. Ky është ai mobilizimi. Pra, ka mobilizim. Po, patjetër. Dhe gjithashtu kemi në bazë edhe të rregullores që kemi për mbulimin e fushatës zgjedhore, trajtimi i ankesave sipas saj do ta kryjmë deri në 5 ditë më së larg. Domethënë janë rastet, po flasim për zgjedhjet e zakonshme, ndërsa kur kemi rastin e zgjedhjeve të përkohshme ose të jashtëzakonshme, atëherë masat janë edhe më radikale, domethënë ne brenda 6 ditore obligohemi që të marrim një vendim të caktuar në raport me një shkelje ose një ankesë caktuar. Pra, dhe sanksionet si kanë shku prej herës kalum e deri tash? Kur po flas sanksionet, po flas me gjoba, me mënyra tjera, me vrejtje, sepse janë disa të ndryshme që i ka KPM-ja në procese të tilla realisht. Them drejtën, historikisht KPM është quhet për sanksione me vrejtje, që të ridikun është korrekte, nuk është synimi, domethënë që ne të shqiptojmë absolutisht gjoba dhe nuk jemi të thirrur. Është të respektohet kodi, ajo është. Të respektohet kodi. Sfida jonë është kur përballemi me shkeljet të cilat fillojnë të ngriten. Në rast se nuk kemi nuk ndërmarrim ndonjë veprim,
Po ashtu edhe njëkohësisht besojmë që misioni mediave është që të raportojnë brenda kodit etikës, e cila ekziston kodi i etikës në gazetari, ekziston kodi i etikës në Këshillin për KMSHK, domethënë, Të mediat online, e vërtet. Online, edhe ekziston kodi i etikës si KPM-s, si domethënë akt nënligjor i cili është obligativ dhe i cili duhet të zbatohet. E qartë. Pra nuk është qëllimi mi dënu mi nxon mediat para aktit krym, po qëllimi është që ato të respektojnë. Qëllimi jonë është që të krijojmë një mjedis të përgjithshëm medial. Këtë synojmë dhe në fundit edhe sanksionet janë të parapara pikërisht për këtë qëllim. Tash ne e kuptojmë rëndësinë e mediave, e kuptojmë rolin dhe funksionin jashtëzakonshëm dhe dobishëm që kanë në shoqëri, kanë një potencial të lartë, kanë një potencial ndikimi në këtë rast, dhe këtë potencial mund ta shfrytëzojnë, ta quajmë të jemi korrekt për të mirë ose për të keq. Qëllimi është për të mirë, domethënë vetë profesioni i gazetarisë është menduar që të jetë profesioni i së vërtetës dhe profesioni i shërbimit publikut. Mirë po, në rast se kemi dështime në këtë aspekt, unë mendoj që institucionet e kanë për obligim dhe nuk mund të rrinë neglizhente krahas rrezikeve që shfaqen, për shkak se konkretisht lajmet e rreme dhe dezinformimet janë shumë të dëmshme për shoqërinë, shumë të dëmshme për demokracinë deri në rrezikimin e sigurisë së vendit. E qartë, kur e përmend sepse kjo është pjesa që deshta pasaj të fokusohem te pjesa e dytë, e thash në fillim, kjo është një cikël i 8 episodave ku do të fokusohemi për integritetin medial, rolin e mediave, edukimi medial, përgjithësia, luftimi dezinformatave në kohë reale. Tash ju e dini, gjatë zgjedhjeve shtohet kapaciteti se këtu mund të jenë ndërhyrjet, edhe tentime për ndërhyrje nga jashtë, edhe nga brenda, tentime për të prish proces, për të dëmtuar, thatë jo siguri, është demokraci absolutisht, dezinformatat mund të jenë të ndryshme, të cilat sot njerëzit mund të shohin në rrjetet sociale, e shpeshherë ato rrjete sociale, grupe e media nuk dihet as kush janë, as kush qëndron prapa tyne, nuk e kam fjalën për mediat që janë antar ose që i monitoron KPM-ja në këtë rast, ose që janë antar të KMSHK-s, po zakonisht ne shohim gjatë zgjedhjeve, zot Berisha dhe ju e dini, edhe media që krijohen ad hoc, e kanë emision, vini janë 4 vjet dhe pastaj zhduken, dhe ne kemi filluar mi pa tash. Edhe këtu këtë është dëmtimi i reputacionit, sulmet që vijnë për oponentët politik, të gjitha këto. Dhe natyrshëm dezinformatat janë të dëmshme në përgjithësi për shoqërinë apo për një subjekt politik. Tash, çfarë mund të bëj KPM-ja në këtë rast si institucion, duke bashkëpunu edhe me organizata tjera, le të themi si Këshilli i Mediave të Shkruara, gjithashtu edhe me organizata tjera të shoqërisë civile që bëjnë edhe monitorimin e procesit të zgjedhjeve në Kosovë. Ose është tash ne flasim për rregullim, kur e kemi fjalën tek KPM-ja, kemi të bëjmë me rregullim se si tillë jemi si institucion i pavarur kushtetues. Nëse marrim rastin e komunikacionit, domethënë rrugët janë për të qarkulluar mjetet ndryshme aty dhe krijohet një trafik. Po që se nuk ka rregulla, ky komunikacion vështirësohet deri në bllokimin e plotë të tinaj. Domethënë në rrugë për të qarkulluar lehshëm për të kryer qëllimi pse është krijuar një rrugë, duhet të ketë rregulla. Ka limite të shpejtësisë, ka kufizime të kthesa djathtas majtas varësisht se ku kërkohet. Përgjithësi ka norma të caktuara të cilat e mundsojnë një trafik efektiv dhe si duhet dhe efikas. E njëjta gjë besoj që është edhe me rregullimin, domethënë Komisioni i Pavarur i Mediave është një organ i pavarur rregullator i mediave të cilat janë në jurisdiksionin e saj. Aktualisht ne nuk kemi të përfshijmë pjesën e mediave që online, që është një diskutim edhe në gjykatën kushtetuese. Është për të debatuar ajo, edhe me tutje dhe duhet të debatohet në vazhdimsi. Absolutisht, sepse është pjek. Aktualisht ndalemi në përgjegjësitë të cilat i kemi me ligj. Te radiot dhe televizionet. Te radiot dhe televizionet. Parimisht unë mendoj se mediat duhet të rregullohen sipas parimit të neutralitetit teknologjik. Që i bie se gjitha ato media të cilat konkurrojnë me njëra tjetrën duhet të rregullohen. Ndryshe kam frikën se ne po sillemi në mënyrë diskriminuese
mënyrë ligjore, por diskriminuese me llojet e mediave të cilat ne licencojmë. Kjo nuk do të thotë se është shpjeguar nganjëherë sikur ka një tendencë për ose ka ide për cenzurimin e mediave, asesi. Po duhet qëllimi është pikërisht për të përballur me ato që i the shumë bukur më herët, që të krijojmë barrierë ndaj dezinformatave, ndaj përmbajtjes të dëmshme, ashtu që të kemi media të cilat respektojnë standardet më të larta të etikës, të rregulluara edhe me ligj. Kur jemi te rrjetet sociale, njëna prej se zakonisht fa ndodh besnik për shkak që si profesionist i fushës mbi 20 vjet, shumë shpesh njerëzit për shembull na pyesin po thotë kum pa në rrjetet sociale në informat. Tash shpesh unë i them po nuk jam redaktor në Facebook, jam Telegraf. Nëse e shën Telegraf, atëherë është diçka tjetër, hajde te na. Dhe shpesh njerëzit po i shohin informatat tash në kohë reale dhe shtohen tash këto informata të ndryshme kundër oponentëve politik, sidomos viteve të fundit, dorën zemër, edhe në Meta në Facebook, dikur, po TikTok-o, për shembull, e shën edhe sot, që zakonisht përdoret shumë nga oponentët politik për të dëmtuar. Kjo nuk ndodh vetëm na, kjo ka ndodhur, ju e dini me zgjedhjen në Rumani që ndodhi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë vendet. Pra, TikTok-u e ka një farë mundësi e pak më të gjon për me mujt me shpëndoj informata, ose të rikthyeshme, ose të riciklueshme, ose në informata që s'kajnë fare të bëjnë me momentin, pra janë të dikurshme më herët. A ka mekanizma që mundet KPM-ja, si institucion i Kosovës, me pas kontakte të drejt për drejta, qoftë edhe me Meta në këtë rast, me TikTokin, nëse vrihet që ka një grup që bën dezinformata, që e dëmton reputacionin, që e dëmton demokracinë e zgjedhjeve, me parandalu diçka. Shëve, ne sa i përket obligimeve ligjore, kjo nuk është diçka vullnetare. Ne jemi të obliguar me zbatu ligjin në përpikmërinë e sajna. Kjo është detyra jonë dhe ashtu na ka hije të sillemi. Pjesa e mediave të cilat ne nuk i rregullojmë, është një do me thonë, ju e përmend shumë mirë, duhet të kemi komunikim të mirë. Unë mendoj që KMSHK-ja është duke kryer një punë të shkëlqyre në rrethanat aktuale dhe ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me ta. Është një organizim vullnetar sa diun atje. Po, Telegraf, unë jam antar i bordit e përfaqësues Telegrafit dhe unë e di që çdo muaj kemi ankesa të jashtëzakonisht shumë ta. E tash duhet me thonë që edhe ankesat që vinë në KPM, shumica e tyre janë për KMSHK-n vërtet. Kështu që ne vetëm i bëjmë forward në KMSHK, që i bie se po kemi më shumë probleme tek pjesa online se sa tek pjesa e mediave që janë të licencuara nga Komisioni i Pavarur Mediave. Arsyeja mund të debatohet, por gjithsesi ne si shoqëri mendoj që kemi obligim, kapacitetet personale dhe institucionale që të bëjmë më të mirën, që gjithçka që dëmton procesin demokratik, zgjedhje demokratike, vitalitetin e popullatës tonë, trinisë tonë, të bëhemi bashkë dhe të kontribuojmë bashkërisht që të ketë një kohezion social, ta quajmë ashtu. Në mungesë të legjislacion, se shkurtimisht ndodhet me përmend, se ne jemi si regulator që kemi ligjin dhe kemi jurisdiksion mbi radio dhe televizion që përmend më herë. Mirë po, ekzistojnë edhe format e vetë rregullimit, bashkërregullimit, po ekziston edhe edukimi medial, kështu që ne si Komisioni i Pavarur Mediave çështjen e trajtimit të këtyre problemeve nga pika aktuale e shohmi si një kombinim të këtyre rregullimeve, bashkërregullimeve dhe vetë rregullimeve. Po dua të them që së pari vetë media duhet ta vetë rregullojnë veten. Kjo është obligimi i tyre. Pastaj kemi organizime siç është KMSHK-ja, që jeni bë bashkë disa media ato, është diçka e mirë që ekziston aktualisht. E unë mendoj që duhet të ketë rregullim holistik, megjithatë, bazuar në direktivën AVMS, ndryshuar në vitin 2018, si dhe ne me që jemi vend e cila pretendojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të përafrohemi edhe me veprime në rregullim, edhe me veprime në infrastrukturën ligjore sa më afër Bashkimit Evropian. Sa i përket mediave online, unë mund të them që Bashkimi Evropian është lider në rregullimin e tyre.
Dhe ka modele të ndryshme nëse zgaboj. Ka Për shembull, Austria modele. ka model tjetër, Ka disa shtete modele. skandinave si Finlanda ka model tjetër për shembull. Shive, pyetja jonë që do të bëhet në debat është cili model na përgjigjet më së miri neve. U pajtohem me këtë. Edhe për sa kohë nuk kemi një ligj më të avancuar fatkeqësisht, i cili është anuluar nga gjykata kushtetuese, unë mendoj që ne duhet të veprojmë me infrastrukturën aktuale ligjore që kemi dhe me organizimet vullnetare të cilat mund të vlejnë. Në këtë kontekst, unë mund të përmend që kemi edhe një marrëveshje me drejtorin e TikTokut për Evropë, si Komisioni Power për media. Jemi pajtuar që ankesat që vijnë në raport me TikTokun, ne mund t'i adresojmë në TikTok, dhe ata e kanë obliguar vetveten vullnetarisht këtë rast që brenda 24 orëve ta trajtojnë çdo ankesë e cila vjen nga Komisioni i Pavarur i Mediave. Kjo është diçka e re që ka ndodhur realisht Kjo dhe është kontakti drejt për drejt me TikTokin zyra për Evropë. Po. Edhe kjo është në rrethana të ndryshme, jo vetëm s'ka lidhje me zgjedhje. Kjo në të gjitha temat që kanë të bëjnë me shkeljen e standardeve, Po. që ka ankesë tek KPM-ja, për shembull. Unë e përmenda tash, përndryshe kjo s'ka të bëjë me zgjedhje, domethënë TikToku dhe në përgjithësi interneti është begati e madhe që i ka ndodhur njerëzimit, po edhe potencial i madh për shkaktuar dëm. Ne duhet të përballemi me këtë pjesën e dëmit potencial dhe ta adresojmë atë pjesë. Ata kanë besuar në KPM si një institucion i besueshëm për t'i dërguar ankesat dhe gjitha ato përmbajtje, të cilat konsiderohen ilegale në shtetin tonë, ose të cilat shkelin privatësinë e ndonjë individi ose shkaktojnë dëm të theksuar, qytetarët e kanë një adresë Komisioni Power të Media ku mund t'i adresojnë nëse nuk e bëjnë adresimin direkt TikTok, por që me përparësinë tashmë që TikToku pasi të pranon ankesën nga Komisioni i Pavarur i Mediave, e cila do ta shqyrtojë sparja të ankesë, brenda 24 orëve do të marrë një vendim për atë përmbajtje e cila ankohet. Nëse kërkesa shkon nga KPM-ja, pra, nëse kërkesa shkon nga KPM-ja, qartë kjo risi jashtëzakonisht, pra kontakti drejt për drejt. Me ligj nuk eci, domethënë se me ligji ka para pa disa obligime për këto big tech kompanisë që quhen. Në veçanti, obligimet veçanta kanë ato që quhen very large online platforms edhe search engines. Domethënë ato që kanë që mbulojnë ta quajmë mbi 10% popullatës Evropës në BE po flasim. Ato kanë obligime specifike nga Bashkimi Evropian. Pastaj obligime më të vogla kanë platforma të tjera të cilat nuk e kanë një audiencë të tillë. Unë mendoj që këto forma të rregullimit me kalimin e kohës ndoshta nuk duhet të bëhet shumë vonë, edhe Kosova duhet t'i adoptojë. Unë e kam bën një lloj bashkëpunimi që tash sfundi është ngrit edhe përmes KMSHK-s ku unë jam antar i bordit me që përfaqësoj Telegramin, po e di edhe me KPM-n dhe me Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës është gjithashtu memorandum bashkëpunimi me me Policinë e Kosovës, me Agjencinë për privatësi, ku shumë çështje dhe diskutime adresohen sepse ka gjithashtu shumë ankesa në KMSHK për çështje të diskutimit të privatësisë edhe tjera. Po gjithashtu në shkruar tash fundi nga përfaqësuesit e partive politike, nga përfaqësuesit disa organizatave shoqëritare dhe mediave, një deklarat e cila thot ka të bëjë në ndërgjegje në atë që të respektohet kodi etik, sidomos te ajo që ka të bëjë me dezinformimin online, me dezinformimin në baza gjinore që ndodh shumë, edhe me komentet gjatë diskutimeve online, se sot po i shihni, edhe debatet televizive janë në televizione, po diskutimet më të mëdha debateve, sharjet, fyrjet janë në rrjetet sociale. Kjo njëjtë është edhe te mediat online, njëjtë është edhe te partitë politike dorën zemër, sepse na për dallim për juve që jo s'mundeni me fol për shkak të pozitës, unë flas pak më shlir për shkak që jam në pozitën tjetër. Këtij diskursi ndihmojnë partitë politike jashtëzakonisht shumë gjatë fushatës zgjedhore për faktin që njëna me tjetrën fillojnë, domethënë në faqen e vet çesin akuza dhe kundër akuza, pastaj natyrshëm çfarë po pret aty me njerëzit me lëvdu, jo, ata kanë me hi me komentu, me shoh, me ofendu. Dhe shpesh unë e them që faji është edhe i partive politike që e sforcojnë këtë diskursin negativ gjatë zgjedhjeve, që nuk duhet me ndodh, po na si media duhet me kry punën tonë
sa i përket komenteve, sa i përket verifikimit të informatave, gjitha këto, që mos me u bashku në atë grupin e asaj që quhet dhun online për shembull për gratë në debate që dalin, kur kush nuk mirët me performancën e tyre, po mirën me mënyrën se ç'është po dokun nëse çka kanë thonë, çto që është me rregullu. Jo kontroll, unë e di që na kena pas diskutim të jashtëzakonshëm sepse KMSHK-ja mendon që ka sistemin e vet, kjo është diçka që duhet me u diskutu, po a shihet si diçka e mirë kur edhe partitë politike kanë nënshkruar për shembull një veprim tillë, edhe organizata shoqërisë civile e edhe mediat. Minimush të diskursi. Shëfe, parimisht ne si Komision i Pavarur i Mediave jemi partner në çdo punë të mirë që mendohet që i shërben qytetarët të vendit. Ne jemi prej pozitës ku jemi, prej përgjegjësive që kemi, dëshirojmë të kontribuojmë në mirëqenien sociale në përgjithësi dhe ekonomike të vendit tonë. Në rastin konkret, me që ne jemi përgjegjës për media, ne dëshirojmë që të kemi një ambient medial të përgjegjshëm, nga se besojmë që kjo është interesi i qytetarëve të vendit tonë. Unë kam qenë prezent në ceremoninë e nënshkrimit për rrjetet sociale që kanë bërë disa media dhe parti politike. Unë mendoj që është hap i mirë. Çdo diskutim që bëhet të drejtim është hap i mirë. Brenga jonë është se kur bisedimet ose nganjëherë po bëjmë shumë biseda, shumë panele, po flasim shumë për lirinë e mediave, po flasim shumë për dezinformimin, por prapë po janë prezente dezinformimi. Domethënë duhet të shikojmë mënyrat a mund të kalojmë, a mund të jemi më operativ, më efektiv, që këto bisedat të frytshme dhe produktive që i bëjmë, këto bashkëpunime të japin rezultate. Pra ne duhet të jemi të orientuar në rezultat. Pavarësisht pjesës tash deputetët e Kuvendit të Kosovës zgjidhen nga populli. Populli zgjedh ata. Ata kanë obligimet e veta pastaj. Pastaj ata Kuvendi e formon qeverinë dhe qeveria qeveris me vendin. Përgjegjësinë e kanë të madhe të gjithë, kuptohet, ndikimin e kanë të madhe të gjithë, po krahas këtij pushteti, unë mendoj që një pushtet goxha konkurrent është pushteti i media. Nganjëherë bile, nganjëherë konsideroj edhe më të fuqishëm se vetë qeveritë e vendeve. Mediat krijojnë opinione, mediat informojnë, mediat japin informata shumë të rëndësishme, po mediat edhe mund të dezinformojnë. Prandaj ka nevojë edhe për rregullim, edhe për vetrregullim. Aty ku mungon rregullimi ligjor, ne s'kemi të tërmundësi, domethënë, përveç se të bashkohemi si mund të japim qoftë një mesazh, qoftë një organizim vullnetar që ta bëjmë gjendjen më të mirë. Prandaj në këtë aspekt ne e përkrahemi çdo iniciativë, çdo sugjerim, çdo rekomandim, çdo bashkëpunim dhe çdo fjalë të mirë e cila do të mund të mobilizonte mediat që të jenë në krye të detyrës. Unë mendoj që gazetarët duhet të mbesin besnik profesionit të tyre, nga se është një profesion i shenjtë, mendoj unë, është jashtëzakonisht i rëndësishëm, dhe duhet të ketë një orientim drejt gazetarisë konstruktive, nga se me problemet që po i përmendi ju dhe që po i projektojmë të gjithë ne, unë mendoj që e kemi problem me prosperu tutje nëse nuk ndërmarrmi masa konkrete. Ky lloj podcasti që unë e ti sot po bëjmë është një jo intervistë klasike, është një bashkëbisedim, pra kjo është në cilësinë e asaj që sot në përbot po quhet saktësisht ashtu siç e tha, domethënë gazetari me zgjidhje, gazetari konstruktiv, construction journalism, se njerëzit mendojnë që kritika është gjithmonë ka njerë duhet me diskutu na edhe me komuniku, edhe si media, edhe si institucione, edhe roli KPM-s, si KMSHK-s, asociacionet, përfshi këtu Policinë e Kosovës në raste specifike ku ka të bëjë me privatësinë, me agjencinë e institucioneve të tjera dhe janë natyrshëm shumë të rëndësishme. E nisëm te pjesa e fillimit e po du me përfundu me përmbyll të kjo pjesa e fundit. Domethënë roli dhe përgjegjësia e KPM-s gjatë zgjedhjeve dhe detyrat dhe obligimet e mediave. E diskutuat çështjen e mobilizimit sa i përket monitorimit dhe që me monitorim vijnë edhe sanksionet shkelja mos respektimi i kodit dhe obligimeve. Tregut për çështjen e sondazheve dhe heshtjen zgjedhore çka lejohet dhe çka nuk lejohet. Tregut gjithashtu për ajo që quhet reklamim politik me pagesë dhe pa pagesë, sepse natyrshëm edhe media duhet me funksionu dyqysh, po ajo duhet me u identifiku.
Dhe tash kjo në fund e ka një proces. Kur po them e ka një proces, e ka një farë raporti vlerësimit cilën jo deni. Mbetet kjo vetëm në letër apo mbetet kjo edhe mandej edhe me palët për me pa në kohë reale, për shkak ju shkojnë edhe vretjet edhe me shkrem në kohë reale mediave nëse ka ndonjë shkelje ose paqartësi ose informacion të rregull në kohë reale. E qartë, na vetëm ta përmendë se kemi komunikuar shumë mirë edhe me PZAP-ën dhe kemi marrë një punë të ri të përbashkët për me mujt me adresu pikërisht problemet që shfaqen dhe ku kemi prerje dhe diferenca mes probleme, se ata kanë një përgjegjësi tjetër, na kemi një përgjegjësi vetëm për mediat. Sigurisht palët, do të thonë brenda 4 orë kur vjen ankesa, fillon trajtimi në KPM. Dhe brenda 24 orëve ankesa i shkon palës për me jap një sqarim. Kjo është fillimi i procedurës. Do të thonë do të jemi shumë proaktiv edhe në këto zgjedhje. Do të komunikohet më një herë dhe do të kërkohet nga pala të jap sqarimin e tyre, pastaj do të merret lënda dhe do të analizohet në tërësinë e saj. Përfund bashkëpunimi me mediat, me ato që janë në një jurisdiksion e KPM-s, si presin këto, ka hezitime apo është? Shife, ne kemi marrë disa punëtori me mediat, kanë qenë në KPM, kemi marrë edhe në vende të tjera, edhe kemi qenë edhe në për regione, kemi marrë takime regionale. Nga një herë mediat nuk është se kanë prit mirë ligjin për zgjedhjet, mirë po ajo është ligj që është i zbatueshëm për të gjithë. Edhe rregullohen disa obligime që kemi vendosur ne, nuk është se të gjithat i kanë prit mirë, po ne nuk është se gjithëherë mundemi me arrit konsensus me të gjitha mediat. Gjithsesi, jemi aty, kemi pas diskutime publike disa ditë, ta quajmë ashtu. Disa takime kemi mbajt për të njëjtën rregullore derisa kemi ardhur në një përfundim. Edhe mund të them se shumica e vërejtjeve që kanë raportuar mediat ose vështirësive, pra sa kemi mujt na me has mirëkuptim me to, i kemi mirëkuptuar. Disa kanë qenë të definuara, të cilat nuk është se kemi bë kompromis, po ky do të jetë kompromisi i shoqërisë që ne të nisemi me rregullore dhe rregullim në interesin më të mirë të audiencës. Pra interesi i parë është audienca, pastaj media. Ne jemi të interesuar që të kemi media profesionale dhe një konkurrencë ferm mes tyre, edhe këto media të kenë qëndrueshmëri financiare patjetër. E kuptojmë sfidat. Që sot është jashtëzakonisht e keqe si problematikë. Të debatohet dhe të rregullohet, nga se në fundit jemi shumë të interesuar që të kemi diversitet medial, pra shumësi opinionesh. Jo vetëm diversitet në numra, mos të ketë diversitet real. Sa ajo do të jetë atëherë më rrezikshme në kuptimin e dezinformimit. Madje kjo çështja e fundit që përmendë do të kisha pas dëshirë në një podcast të radhës ta diskutojmë, më shumë e rëndësishme është përmend në komunitetin e mediave edhe çështja e mundësisë së financimit të mediave në mënyra të ndryshme, jo përmes kanaleve institucionale që vijnë për shembull nga qeveria ose vendi, po mundet përmes KMSHK-s, KPM-s si institucion. Ka mënyra, ka gjithmonë ajo e përmendet me të drejtë jo që duhet shohim edhe modelet e shteteve perëndimore, Bashkimit Evropian për të pasur se çysh funksionojnë, sepse kur financiarisht mediat, edhe ju po besoj pajtoni me mua te fundi, kur financiarisht mediat kanë probleme, mandej edhe influenca e jashtme për me ndiku edhe me dëmtu edhe në zgjedhje është jashtëzakonisht mund të jetë më e madhe, sepse influenca pasaj edhe nga brenda dhe nga jashtë mund të jetë më e madhe se sa kur mediat financiarisht janë në rregull dhe pastaj publiku i vlerëson ata sipas profesionalizmit dhe kredibilitetit. Po besoj ndonë që të mendim. U pajtohem vetëm se kisha ashtu që kur ti marrëm modelet, ti marrëm në komplet kontekstin që kanë, e jo vetëm ti marrëm vetëm disa elemente të tyre, kështu që do të jetë më kuptim lodhe besoj. Po besoj që komunikimi e zgjidh pastaj këtë çështje. Faleminderit shumë zoti Besnik Berisha për këtë diskutim, ku dashta me nis këtë cikël të podcast me KPM-n, pasi që jemi në zgjedhje lokale, në fushat për obligimet që kanë mediat, përgjegjësinë edhe punën që duhet ta bëjë dhe do ta bëjë KPM sa i përket monitorimet dhe zbatimit të ligjit në këto zgjedhje. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ftesë. Shihemi në përballje podcast të radhës.